I penduar i drejtësisë dhe vrasësi me pagesë Nureddin Dumani ka paralajmëruar se do të ketë zhvillime të forta nga zbërthimi i platformës Matrix. Ai ka vijuar dëshminë në gjykat, ku është ndalur tek raportet me Talo Çelën. Ai ka zbuluar edhe arsyeën e thyerjes së marrëdhënies me këtë të fundit, ndërsa sa i përket vrasjes së Andi Zylyfit, deklaroi se u porosit nga Gim Kabashi, i njohur si Baca, dhe se informatori ishte Fatos Gosa. Sipas tij, Gosa informonte me telefon të enkriptuar dhe se ishte Talo Çela që fliste me të. Mëtej Dumani tha se kishte bërë biseda për vrasjen e Talo Çelës. Kel Kamami më ofroi 2 milion euro për vrasjen e Erion Alibej. Më tha do të jap edhe Talon. I thash dua 1.5 milion euro, po më sill Talon përpara. Platforma Matrix u bllokua nga ndërkombëtarët dhe mes shumë gjuhëve që fliteshin aty është edhe shqipja. Vetë Nureddin Dumani ka deklaruar kohë më parë ekzistencën e kësaj platforme, ku porositeshin vrasje. Europol bëri me dije se ata kanë arritur të sigurojnë 2.3 milion mesazhe në këtë platformë, e cila është përdorur në 33 gjuhë të ndryshme, mes të cilave dhe gjua shqipe. Bëhet fjalë për një aplikacion të komplikuar, i cili presupozohej të ishte i sigurt, por policia holandeze, ajo franceze dhe Europol kanë rënë në gjurmët e serverave të aplikacionit dhe i kanë sekuestruar duke bërë rikuperimin e mesazheve. Në Shqipëri ndër të parët që e pranoi se e përdorte ishte Nureddin Dumani, i cili tha se aty merrte porosi për vrasje. Pra në vendin ton, ky aplikacion është përdorur masivisht dhe në momentin që do të dalin bisedat, mund të kemi tërmet në politik, drejtësi dhe në botën e krimit. Madje ky tërmet mund të jetë shumë herë më i fortë se ai që ka shkaktuar SkyECC. Arsyeja është e thjeshtë. Bisedat e SkyEC janë zhvilluar deri në vitin 2021. Pas kësaj periudhe, ka një terr informativ, pra fal SkyEC, SPA ka zbardhur vrasje e krime të shumta që kanë ndodhur deri në 3 vite më parë, por në periudhën 2022-2024 nuk ka biseda. Ndërkohë në këtë periudhë ka pasur shumë ngjarje të mëdha kriminale. Atentatet gjatë viteve 2022-2023 kanë shkundur nga themelet vendin, që nga vrasja e Brillant Martinajt e deri te zhdukja e Vis Martinajt. Diskutimet në seancë. Avokati për Parim Kulluri: si jeni arrestuar? Dumani: isha i plagosur. Avokati: keni thënë se do të vrisni Toltin, pse nuk e vrat? Dumani: sepse nuk ishte në Elbasan. Avokati: pse i thatë Suel Çelës më vran dhe pastaj më vrat? Dumani: sepse vetëm ai e dinte që unë isha aty. Avokati: pse i jeni drejtuar Suel Çelës me fjalën më vrat në Sky? Pse ja atribuon tentativën e vrasjes Suel Çelës? Dumani: mua më kanë nxjerrë në prit Sueli. Unë kam shkuar atë ditë në Elbasan bashkë me Henrik Hoxhën, të vrisnim Mot Kilën. Shkuam me 2 makina, por ai nuk ishte fare në Elbasan. Henriku komunikonte vazhdimisht me Suel Çelën. Unë vetëm pas atentatit i shkruaja. Më pas nuk kam komunikuar më dhe pse ai ka kërkuar, do zbardhet Matrixi e do dalin. Avokati: pse e bëre marrëveshjen me prokurorin? Dumani: se atëherë mu hapën syt. Avokati: çfarë ju ka premtuar prokuroria për marrëveshjen e bashkëpunimit? Dumani: asnjë gjë. Avokati: kur e njohet Talo Çelën? Dumani: fundi i 2009-s, fillimi i 2010-s. Jam njohur nga Ilirian Feçi. Avokati: pse u prishën marrëdhëniet me Talo Çelën? Dumani: ai ka urdhëruar Altin Docin të vras vëllain tim. Avokati: a ka ndenjur makina që u përdor në vrasjen e Andi Zylyfit në garazhin tënd? Dumani: po, ka qenë një makinë që e kishte vjedhur më parë Altin Doci. Avokati: a është përdorur në ngjarje tjetër? Dumani: po, për një ngjarje tjetër në spital. Porositës ishte Baca, Gim Kabashi. Avokati: keni pretenduar se Fatos Gosa ka qenë informator tek vrasja e Andi Zylyfit? Dumani: po, ka qenë, e kam paguar. Avokati: si ka informuar Gosa? Dumani: me telefon të enkriptuar, fliste Talo Çela me të. Avokati: kur e ke takuar Talon për herë të fundit? Dumani: ngeli puna e kunatit të Mir Haxhis pa u bërë. Avokati: keni thënë që Andi Zylyfi kishte pak kohë që ishte kthyer nga jashtë dhe ishte interesuar për vrasjen e kushëririt të vet, vëllait të Alibejt dhe Dylgjerit, dhe se i bënte karshillëk Kel Kamamit. Dumani: po, i shkonte Kel Kamamit paralel me makinë. Avokati: kur e ke shkëputur marrëdhënien me Talon? Dumani: takimi i fundit ka ardhur ai tek shtëpia ime në fund të 2019-s, fillim 2020. Ne kishim debatuar shumë me të. Avokati: kur jeni shkruar për herë të fundit? Dumani: me Sky në ver 2020.